SBA-t garantojnë krahun juglindor të Evropës me një super aleat që ka përballë ka Rusin, ka Iranin, ka dhe Sirin. Po edhe Iraku një lloj Irani është. Pra, me këtë pozicion gjeografik që ka dhe geopolitik që ka Turqia, nuk e ka luksin SBA-ja të humbas një aleat si Turqia. E aq më tepër pastaj që janë gjithë këto gazet dhe nafta si i detit Zi, ashtu dhe i detit Mesdhej, që Turqia është një nga dominuesit kryesor të këtyre rezervave energjetike, ku kompanitë multinacionale amerikane duan të kenë rolin e liderit. Kulla, u folë në ato marrëveshje të cilat ti the ekonomike. Përveç këtyre kishte edhe disa marrëveshje ushtarake. Dhe Trump në një konferencë të përbashkët me presidentin Erdogan tha se ne do të i largojmë sanksionet kaca industrisë mbrojtjes turke dhe integrimin e Turqisë përsëri në programin F-35. Shiko, Turqia jo vetëm që ka marrë programin F-35-s, Turqia jo vetëm që ka ndihmuar Ukrainën në luftën me Rusinë, mos harrojmë që dronet e parë që janë dhënë Ukrainës kanë qenë turqe. Turqia shpreh një shqetësim tani. Turqia jo vetëm që është ushtria e dytë e NATO-s, po Turqia është edhe vendi më i madh islam i këtij rajoni në shumicën e popullsisë, pavarësisht se kështu është shtet laik, jo arab. Pra, potencialisht, atë forcë që pam ne të Iranit, kundërpeshëm mund të bëjë Turqia. Dhe për SBA-n, e cila ndodhet sot e bllokuar në Hormuz, duke patur parasysh që Turqia është aleati numër 1 i Azerbajxhanit, pra i Bakus, do të thotë edhe sigurimi i rrugëve energjetike, sepse TAP-i kalon nga Turqia, që vjen nga këtu, furnizon me gaz Evropën, sepse gazsjellësit dhe naftsjellësi që vjen nga gjiri persik për të furnizuar Evropën kalon Siri, Turqi, sepse gjithë rezervat e naftës dhe të gazit ndodhen prapë në brigjet e Turqisë, dhe Turqia për SBA-n, për presidentin Trump, është një aleat jo vetëm i padiskutueshëm, por edhe pamundshme për ta humbur për interesat amerikane. Dhe nëse ne flasim për shembull Kosovë, që Aleanca e Armërisë së Kosovës vë kusht vetëm furnizimin me gaz amerikan nga Greqia,